Mbrëma, zonja Zotrini, ne servimi në edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Titujt kryesor. Hetimi i prokurisë zbulon skemen e skandalit me ilaçet e të cilat sigurisht kanë sjellë një humbje të madhe. Për këtë do të flasim me Andi Qosën gjatë komunikimit pas pak momenti. Kontrolli i lartë i shtetit tregon se në 2 vite ka një grop të madhe në bazë të invazionit fiskal prej 15.7 milion lekësh në buxhetin e shtetit. Ndërkohë Partia Demokratike i ofron një tjetër mundësi Edi Ramës për të hequr të inkriminuarit nga listat apo edhe nga parlamenti. Në Turqi, Tayyip Recep Erdogan është përballë një sfide vote, ajo e sotmja sigurisht do të jetë decisive për të ardhmen e tij politike. Ndërkohë vazhdon të jetë në qendër vëmendje skandali i FIFA-s. BBC ka zbuluar mënyrën se si shkonin paratë për federatat, të cilat më pas blieshin shumë thjesht për votën në vendimarrje. Do të kemi mundësi të flasim gjërësisht me Glendi Tafajt në vazhdim të këtij edicioni lajmesh. Dojmë pa unë për kohë, do të flasim pikërisht për ato që është edhe një prej zhvillimeve më të rëndësishme të hetimit gjatë këtyre ditëve, nisi si një debat parlamentar, tashmë është një çështje e vërtet shumë delikate, hetimi e prokurisë, e cila ka zbuluar skemen edhe mënyrën se si bëj abuzimi skandali madh financiar nëpërmjet ilaçeve të rimbursueshme. Ka pasur sot edhe seancën gjyqësore ku ka pasur përsëri detaje shumë interesante dhe të cilat do të na sjell në këtë kronik kolegu Andi Qosja, i cili është në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Mirëmbrëma Andi. Patrik, siç e thatë edhe ju, ka pasur zhvillime të reja lidhur me procesin gjyqësor, proces i cili është zhvilluar sot rreth orës 10 të paraditës. Duhet të theksuar se gjykata ka lënë në burg ish drejtorin e fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, Pirin Xhuvani, dhe po me të njëjtë mas ka lënë në burg edhe administratorin Hysni Roçin. Duhet të theksuar se e para e cila është paraqitur pranë tokave të zeza ka qenë ekonomistja e cila Frida Lamçe, e cila ka deklaruar se ka qenë detyruar të firmoste të gjitha kontratat sepse ishte kërcënuar me largim nga vendi i punës. Duhet theksuar më herë Patrik se më datë 5 qershor prokuroria ka kërkuar 9 urdhër ndalime të cilët janë bërë nga policia e kryeqytetit, ndërsa për sa i përket skandalit të Barnave, skandali i cili ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm ekonomik prej 56 milion lekësh të ri. Detaret ju një kronika. Gjykata e Tiranës lë në burg Pirin Xhuvani, drejtori i fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, dhe Hysni Roçin, administratori i farmacisë Lundër. E njëjta trup gjykuese ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie për 3 punonjës të fondit dhe detyrim paraqitje për 4 drejtues farmacish të përfshirë në skandalin e mashtrimit përmes rimbursimit të barnave. E para që është paraqitur përpara tokave të zeza ka qenë Frida Lamçe, specialiste e kontrollit ekonomik, e cila është përlotur në momentin kur ka dëshmuar përpara gjykatës. Organi akuzës ka kërkuar masën e arrestit 15 ditë burg për Lamçen, masë e cila është lënë në fuqi edhe nga gjykata, ndërsa në sallën e gjyqit Frida Lamçe ka thënë se ishte detyruar të firmoste 3 shkresa në lidhje me rimbursimet dhe sipas saj ishte juristja e drejtorisë që e kishte kërcënuar me largim nga puna nëse nuk do të firmoste. Më herët, Prokuroria e Tiranës ka shpjeguar edhe skemën mashtruese të ngritur nga ish drejtori Xhuvani dhe administratori Hysni Roçi, ku nëpërmjet faturave fiktive të ilaçeve i shkaktuar shtetit një dëm prej 56 milion lekësh të reja. Ndër të tjera, thekson akuza, si rregull, farmacit duhet të furnizoheshin nëse kishin jo më pak se 60% të barnave të listës alternative të parë, por kjo nuk ka ndodhur, pasi nga verifikimi ka rezultuar se në gjendje këto farmaci kanë pasur 60% të barnave. Ndërkaq, ish drejtori Xhuvani ka lidhur kontratën me 4 farmaci të objekt hetimi, pas zbatuar procedurat e rregullta. Po kështu, nga marrja në pyetje e mjekëve që figuronin të kenë lëshuar recetat për pacientët, të cilat janë ekzekutuar më pas nga farmacit për periudhën kohore 1 tetor 2014, 31 mars 2015, rezulton se ato nuk i kanë lëshuar këto receta. Lidhur me skandalin e barnave, prokuroria më datë 5 qershor lëshoi 9 urdhër ndalimesh, ku 4 ishin drejtues të fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, ndërsa të tjerët ishin drejtues farmacie. Mbi ta rëndojnë 4 akuza, si shpërdorim detyre, mashtrim me subvencione, pastrim të produkteve të veprës penale
dhe falsifikim të dokumentave shëndetësore. Thasim përsëri për dëmët që i shkaktohen në shtetit dhe është kontrolli i lartë që ka zbuluar disa faturat, të cilat sigurisht kanë shkuar në kurriz dhe kanë krijuar një grop të madhe në buxhetin e shtetit shqiptar. Bëhet fjalë për 15.7 milion lekë, të cilat janë shkaktuar, pra 15.7 miliard lekë, që janë shkaktuar dëm gjatë një periudhe prej 2012-2014 dhe kjo nëpërmjet evazionit fiskal dhe skemave koncesionare, që sigurisht nuk kanë qenë në favor të financave shtetërore. Buxheti i shtetit ka pësuar një dëm prej 15.7 miliard lekësh në periudhën 2012-2014. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar buletinin e parë për vitin 2015, ku konstatohet se dëmi më i madh vjen nga evazioni fiskal i shkaktuar nga koncesionarët. Sipas raportit të KLSH, koncesionarët kanë shmangur skemën e pagesës së TVSH-s me një dëm financiar kundrejt buxhetit të shtetit 316 milion lekësh, ndërsa 11.1 miliard lekë të tjera janë evazion fiskal nga mosdeklarimi i prodhimit të shtuar të naftës bruto, si pasojë e përdorimit të holluesve, të ndara në zëra në sektorin e tatim taksave. Konstatohet shkelja më e madhe e cila kap një vlerë të përgjithshme prej 11.6 miliard lekësh. Më pas vijnë doganat në të cilat konstatohet një shkelje prej 3.4 miliard lekësh dhe prokurimet publike me 202 milion lekë. Pjesa më e madhe e dëmit financiar nga doganat janë detyrimet të papaguara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, si dhe degët doganore Durrës, Fier, Vlorë dhe Kakavi, si pasojë mos llogaritjes dhe mos arkëtimit të rentës minerare për mineralet e eksportuara. Ndërkohë për 4 muajt e parë të këtij viti, kontrolli i lartë i shtetit ka marrë 105 ankesa, 36 prej të cilave janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigje përkatëse, ndërsa 69 janë në procesin e verifikimit. Problematika që zë vendin e parë në këto ankesa me 34.7% ka të bëjë me privatizimin dhe kthimin e pronës, ndërsa pasaj renditet administrimi financiar dhe fusha e prokurimit. Flasim për politikë, opozita nëpërmjet Oert Bylykbashit, një prej përfaqësuesve kryesor të Partisë Demokratike, i ka kërkuar palës tjetër kundërshtarin politik mazhorancës së majt që të ofrohet mundësia e një tjetër pakti bashkëpunimi që ata persona të cilët janë me rekorde kriminale të mos lejohet të tërhiqen nga gara për 21 qershorin. Demokratët kanë përshëndetur SBA-n dhe ambasadën amerikane në Tiranë që nëpërmjet kryediplomatit Donald Lu vlerësuan vendimin e Partisë Demokratike për tërheqjen e kandidatit Gentian Muhameti në Këlqyr në ndyshimin se mund të ketë rekorde kriminale. Kryetari i Komisionit për Dekriminalizimin Oert Bylykbashi tha se demokratët kanë provuar se duan zbatimin e marrëveshjes së 24 dhjetorit për dekriminalizimin e kandidaturave të 21 qershorit, por është e majta që po refuzon. Fakt sipas tij është mohimi i Partisë Socialiste dhe LSI-s për një pakt politik që do të mundësonte mosgarimin në zgjedhjet të personave me rekorde kriminale. Kjo marrëveshje mundëson verifikimin e kandidaturave të dyshuara dhe nëse rezultojnë me rekorde kriminale apo refuzojnë të verifikohen, përjashtimin e këtyre kandidaturave nga gara. Ripërcërisim sot thirrjen nda përfaqësuesve të qeverisë që të demonstrojnë vullnet politik dhe t'i hapin rrugën të dekriminalizimit të zgjedhjeve vendore. Pak ditë më parë të pyetur mbi këtë pakt, nënkryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla dhe kreu i kuvendit Ilir Meta u shprehën se Partia Demokratike e kishte shansin për të larguar personat e inkriminuar përmes ligjit të dekriminalizimit, të cilin demokratët refuzuan ta votojnë. Në shoqatat biznesit kanë renditur kërkesat cilat do t'ja drejtojnë palëve politike dhe veçanërisht kandidatëve për bashkitë, në mënyrë që të kenë edhe ata zërin e tyre në projektet dhe programet që administratorët e rinj të pushtetit lokal të kenë. Biznesi ka dorëzuar kandidatëve për bashkinë e kryeqytetit kërkesat në prag të 21 qershorit. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka theksoi se problemet e biznesit janë shumë të mëdha dhe duhet ndërhyrje e menjëhershme në infrastrukturë, në sistemin e taksave si dhe në transportin urban. Problematika janë të mëdha, shqetësimet janë të mëdha, duke filluar nga sektori i ndërtimit, nga sektori urbanistikës, nga sektori infrastrukturës. Kemi të bëjmë, ndodhemi sot përballë një gjendje jashtëzakonisht të ndotjes urbanistike me mirëmarrjen e kablore, që
që ka mbuluar pothuajse si një re e zezë gjithë Tiranën. Është problem në sektorin e transportit urban, një problem jashtëzakonisht i madh, pasi shumica e kompanive të transportit urban janë pothuajse në proces falimentimi dhe mbyllje, në pamundësi reale për të përballuar kostot dhe shpenzimet. Po ashtu është informaliteti në ndërtim, është informaliteti në pagesën e taksave, janë taksat e larta që paguajnë qytetarët jo në kushtet barabarta dhe objektive, pasi ne propozojmë që të ketë taksa sipas vlerës reale të objektit dhe jo taksa për metër katror. Në program një vend të rëndësishëm zë edhe krijimi një dialogu të përhershëm me sipërmarrjen. Jashtëzakonisht e rëndësishme që të startohet me krijimin e dialogut dhe të partneritetit. Pasi krijimi një dialogu objektiv dhe një partneriteti të duhur ndërmjet publikut dhe privatit, unë jam i sigurt që gjeneron zhvillim dhe punësim. Pra ngelet parësore punësimi, por nëse do konvergojmë drejt punësimit, është detyrimisht e papërjashtuar dialogu dhe partneriteti me sipërmarrjen private. Shoqatat e biznesit kërkojnë që të diskutojnë mbi platformat e kandidatëve dhe të shtojnë ato pika të cilat nuk janë përfshirë në program. Shqipëria nuk do të lidhet me Italinë nëpërmjet detit vetëm nga porti i Vlorës apo i Durrësit. Këtë herë do të jetë edhe shëngjini në shërbim të qytetarëve që duan të shkojnë drejt Brindesit. Tragedin e parë të linjës e ka përuruar kreu kuvendit Ilir Meta, i shoqëruar edhe nga ministri i transporteve Edmond Axhinasto. Transporti detar i mallrave dhe i njerëzve drejt Italisë tashmë do të ketë një linjë të re, Brindisi-Shëngjin. Tragedi i parë mbërriti rreth orës 8 të mëngjesit të së dielës, ndërkohë që kjo linjë do të operojë 2 ditë në javë. Në inaugurimin e këtij shërbimi morën pjesë kreu i kuvendit Ilir Meta dhe ministri i transporteve dhe infrastrukturës Edmond Axhinasto. Sipas ministrit, synimi është shtimi i përpunimit të mallrave nga 250.000 tonë në 1 milion tonë në vit. Investimet e kryera në thellimin e basenit për rreth 1.6 milion dollarësh, investimet e tjera për hyrjen e portit apo për infrastrukturë tjetër mbështetëse të portit kanë bërë që këtë vit fillohet me një rritje të jashtëzakonshme të volumit përpunimit të mallrave. Aktualisht jemi diku tek vlera 250.000 tonëve në vit, por jam i bindur që mundësitë e këtij porti janë për të shkuar deri në 1 milion tonë mallra për punim në vit. Ndërkohë për kreun e kuvendit Ilir Meta, investimet në këtë port do të ndikojnë në rritjen e punësimit. Kryetari i kuvendit ripërsëriti faktin se shumë shpejt do të bëhet edhe inaugurimi i portit të jahteve. Shumë shpejt ne do të jemi dëshmitar të një inaugurimi tjetër të realizimit së shpejti të portit turistik të jahteve, investim prej 5 milion eurosh që do ta bëjë Shëngjinin mjaft atraktiv për turistët e huaj. Linja Brindisi-Shëngjin i rikthehet qytetarëve pas një ndërprerje 5 vjeçare. Ky shërbim pritet që të lehtësojë transportin e mallrave dhe të udhëtarëve jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova. Qëndrojmë tek investimet, por mënyra se si është konceptuar një projekt për investime strategjike, e shpjeguar kjo nëpërmjet deputetit Anastas Angjeli në mikrofonin Ora News, do të jetë së shpejti për diskutim edhe në kuvend. Projekt ligji për investimet strategjike vjen si një nevojë e ekonomisë për ristrukturim. Anastas Angjeli, ish ministër i financave, aktualisht antar i Komisionit të Ekonomisë, deklaron se tërheqja e investimeve në këtë moment është me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe për punësimin. Pikërisht për këtë në projekt ligj parashikohen një sër lehtësirash fiskale. Në thonjza privilegjesh, që do thotë lehtësi administrative, lehtësi proceduriale, mbështetje dhe lehtësi me politika fiskale, të kemi mundësi që të tërheqim sa më shumë investitor në sektorët e rëndësishëm të ekonomisë tonë, të cilët garantojnë 2 elementë shumë të rëndësishëm. I japin shtys zhvillimit qëndrueshëm ekonomik dhe hapin vende të reja pune. Në bazë të këtij ligji, qeveria i del garant investitorëve edhe për shpronësime tek privatët, duke i vlerësuar si interes publik, ndërkohë që kompensimi paguhet nga investitori. Shpronësime të pronës apo të sektorit privat, por gjithnjë duke ruajtur kornizën kushtetuese, duke bërë kompensimet përkatëse, dhe kjo është edhe arsyeja që
debati që u zhvillua rreth kësaj çështje përfundoi mjaft pozitivisht duke bërë korrigjimet përkatëse edhe në ligjin e koncesioneve dhe duke garantuar të drejtën e pronës private me kushtetut në çdo rast, qoftë edhe duke u kompensuar plotësisht ato. Një investim përcaktohet strategjik nëse ai paraqet projekte me vlerë mbi 30 milion euro, por kjo në bazë të sektorëve. Energjia, sektori minerar, turizmi apo bujqësia janë disa nga sektorët ku do të zbatohet ligji. Dhënia e statusit investitor strategjik do të realizohet nga Komiteti i Investimeve Strategjike, i cili do të funksionojë si një organ kolegjal pranë Këshillit të Ministrave, ndërsa AIDA është struktura administrative kompetente për dhënien e shërbimeve për investitorin në një dritare unike. Do të flasim për zgjedhje, por jo për ato shqiptare, do të flasim për zgjedhjet në Turqi, ku presidenti Recep Tayyip Erdogan është përballë një sfide që vjen nga vota dhe duket se njeriu i fortë i politikës turke mund të ndjej pak lëkundje, të paktën nëse vërtetohet frika që ka nga vota kurde. Ka nisur procesi numërimit votave, do të shikohet sigurisht si do të vijojë procesi më tej. Ka nisur numërimi votave në zgjedhjet parlamentare të Turqisë, teksa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkon fitore ndërmuese, e cila do ta çonte presidencën në kompetenca të plota ekzekutive, por që për kritikët kjo do të shënonte fundin e demokracisë. Ambicjet e Erdogan mund të frenohen ndërkohë nga partia opozitare kurde, e cila ka shumë gjasa të fitojë mbi 10% të votave të nevojshme për të hyrë për herë të parë në parlament dhe mund të jap fund sundimit 12 vjeçar të partisë AK, themeluar nga Erdogan. Gjendja ka qenë e tensionuar në disa qendra votimi në juglindjen e populluar me kurd, pasi të premte një bombë vrau 2 vet dhe plagosi të paktën 200 të tjerë gjatë një mitingu të Partisë Demokratike Popullore Pro Kurdistanit, HDP. Nëse kjo e fundit hyn në parlament, mund të ndihmojë në dhënien fund të kryengritjeve kurde që po zgjasin prej 3 dekadash dhe gjithashtu do të frenonte ambicien politike të Erdogan. Selahattin Demirtas i HDP-s promovon një platformë progresive të drejtave të barabarta për gratë, mbrojtjen e mjedisit dhe respekt për komunitetin LGBT. Erdogan është i pari presidenti zgjedhur me votë popullore dhe si i tillë kërkon presidencë ekzekutive njësoj si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i Turqisë teksa hodhi votën falenderoi popullin turk dhe shpreu besim në fitore. Edhe pse i ndalohet me kushtetut, Erdogan gjatë kësaj fushate elektorale ka qenë aktiv me tubime dhe takime në mbështetje të partisë së tij dhe kryeministrit Ahmet Davutoglu. Sipas sondazheve të fundit, AKP ka gjasa të mosmarrës 2/3 dhe madje mund të dështojë për të fituar 276 vendet e nevojshme për një shumicë të thjeshtë. Nëse kjo ndodh, partia AK do të jetë e detyruar të bëjë koalicion me HDP-n e kurdëve dhe Partinë Lëvizja Nacionaliste apo me Partinë Popullore Republikane. Themi edhe një në vend të flasim për ngjarjen e rëndë të regjistruar 2 ditë më parë në Thuman të fushkrujës, ku 3 ishin viktimat nga njëjta familje, ndërkohë që autorët në kërkim janë 4. Policia vazhdon të kërkojë gjithandej, ka pasur operacione të shumta, por asnjë gjurmë e autorëve, edhe pse 10.000 euro janë shpërblim kush jep informacion. Policia e Durrësit ka vënë 10.000 euro shpërblim për çdo që do jap informacion për vendodhjen e autorëve të vrasjes së Babe Bir dhe nipit të tyre 20 vjeçar në Thuman të Krujës. Për çdo informacion të vlefshëm që do vihet në dispozicion nga qytetarët për vendodhjen e autorëve, policia ka vendosur shpërblim prej 10.000 eurosh, si edhe garanton anonimatin e plotë të qytetarit, thuhet fjalë për fjalë në njoftimin zyrtar të bluve të qarkut të Durrësit, që përfshin edhe Krujën. Policia gjithashtu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 41 10 217 dhe linjat pa pagesë 129 dhe 126. Policia e Durrësit sqaron se të 4 autorët, Pollum, Daniel Besnik dhe Gura Likora, përkatësisht 26, 28, 30 dhe 56 vjeç nga Kruja, janë persona me precedent të mëparshëm penal. Ngjarja e rëndë ku mbetën të vrarë Babe Bir, Fran dhe Arben Çeku dhe nipi i tyre 20 vjeçare Norama, e ka zanafillën në një konflikt rreth një muaj më parë mes shoferave të furgonave. Sipas policisë së Durrësit, Arben Çeku i kthyer pak kohë më parë nga Italia, afro një orë para krimit të rënd i ka kërkuar llogari Pollum Korës për një ngjarje të një muaji më parë, ku së bashku me vëllezërit e tij kishin rrahur shokun Arben Çekut
i cili punonte gjithashtu si shofer furgoni. Kjo nuk është pritur mirë nga vëllezërit Kora, të cilët kanë nisur të konfrontohen fizikisht me Arbençekun brenda ambienteve të lokalit, ku vetëm pas ndërhyrjes së klientëve janë larguar. Por kur të gjithë mendonin se konflikti ishte mbyllur mes tyre, antarët e familjes Kora kanë marrë armët dhe i kanë vrarë në banesën e tyre 3 antarët e familjes Çeku, ndërsa lanë të plagosur 66 vjeçaren Lucia Çeku, bashkëshortja e Fran Çekut. Policia ka shoqëruar 25 persona përmes të cilëve është bërë mundur zbardhja e konfliktit, ndërkohë që ende nuk ka të dhëna për vendodhjen e autorëve, 3 vëllezërit Besnik Pollum dhe Daniel Kora, si edhe babai i tyre Gurali Kora, për të cilin Blut vun si shpërblim 10.000 euro për çdo që jep informacion të vlefshëm për kapjen e tyre. Çështja e produkteve që sjellin më pas bukën, kryesisht gruri dhe miellit, janë në qendër vëmendjes her pas here. Ka pasur një diskutim për praninë e aflatoksinës në këtë produkt dhe për këtë arsye ne jemi drejtuar specialistëve për të kuptuar se cilat janë efektet që jep ky produkt i jashtëm në atë që ne konsumojmë në bukë. Në miell, në qumësht apo në fruta të thata, kudo që të gjendet një tip aflatoksine është njësoj dëmshme për organizmin. Kjo përbërje kemike, sipas ekspertëve të shëndetit, sjell komplikacione nga ato toksike deri në kancer. Aflatoksina është një produkt kimik, vjen me origjinë nga mykra të ndryshëm. Janë disa tipe aflatoksinash, janë aflatoksinat B1, B2, G1, G2 dhe aflatoksinat M1 dhe M2, të cilët janë metabolit hidrolizuar të aflatoksinave B1 dhe B2. Ndodhen në një gamë të gjithë produkte shushimore, kryesisht i gjejmë te frutat e thata, por nuk do të thotë që përjashton dhe produktet e tjera. Lindita Molla, eksperte në Institutin e Shëndetit Publik, thotë se molçeja është organi i parë më i ndjeshëm nga aflatoksina. Janë toksike, efektet toksike të tyre janë akute dhe kronike. Efektet akute të aflatoksinës zakonisht kapin shpendët gjën e gjallë, ndërsa kroniket janë ato të cilat cënojnë më tepër shëndetin e njeriut. Quhen të tilla sepse ato kanë një efekt kumulativ në organizëm. Pra kanë aftësinë që të qëndrojnë për kohë të gjatë në organizëm, rezultati i këtij efekti ato shkaktojnë efekte toksike kronike. Organi që preket më shumë është mëlçia, zakonisht shkaktojnë fibroza hepatike, ciroza të ndryshme deri dhe në kancere. Më të predispozuar për të patur probleme janë personat që kanë hepatit. Nga aflatoksinat më të predispozuar dhe që kanë një risk më të lartë për shëndetin ata të cilët kanë bërë hepatit B. Rasti fundit i gjetjes aflatoksinës është ai disa ditëve më parë ku Ministria e Bujqësisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit zbuloi dhe bllokoi në krutje të Lushnjës miell misri me aflatoksin B1. Ndërsa institucionet që kanë në kompetencë kontrollet garantojnë që në treg nuk do të ketë produkte me përbërje të tillë, ekspertët e shëndetit thonë se dëmet në organizëm janë nga helmimet e thjeshta deri tek smundje të vdekjeprurse. Shkojmë në zhvillimet ndërkombëtare, tashmë samiti G7 është në qendër të vëmendjes, padyshim Rusia do të vijojë të vuajë sanksionet e vendosura nga komuniteti ndërkombëtar për shkak të situatës në lindje të Ukrainës. Sanksionet ndaj Rusisë do qëndrojnë derisa Kremlini të zbatojë marrëveshjen që do t'u jap fund luftimeve në lindje të Ukrainës. Kështu kanë vendosur liderët amerikan dhe gjerman në samitin e G7-s që po mbahet në Bavari të Gjermanisë. Presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel dënojnë rolin e Moskës në konfliktin e gjatë të Ukrainës, gjë e cila ka çuar edhe në përjashtimin e Rusisë nga grupi vendeve më të industrializuara, që më parë njihen si G8. Në deklaratën e lëshuar nga Shtëpia e Bardhë, në të cilën përfshihet edhe Merkel, thuhet në mënyrë eksplicite se sanksionet ndaj Moskës do të zgjasin pra aq kohë sa Rusia do të zbatojë marrëveshjen e nënshkruar në Minsk të Bielorusisë dhe sovranitetin e Ukrainës. Por presidenti rus Vladimir Putin, në një intervistë për të përditshmen italiane Corriere della Sera, deklaron se nuk është agresor dhe se nuk ka gisht në konfliktin Ukrainas. Teksa sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë duhet të përfundonin në fund të korrikut, Putin thot se Rusia nuk e ka trajtuar asnjëherë Europën si dashnore, por ka kërkuar gjithmonë të ndërtojë një raport serioz, duke shtuar se Moska është e gatshme të respektojë marrëveshjen e Minskut. Samiti dy ditor i liderëve botëror të G7-s në Bavari të Gjermanisë drejtohet nga kancelarja Angela Merkel, kurse çështjet kryesore që diskutohen janë kriza e borxhit të Greqisë, kriza ukrainase dhe terrorizmi, tashmë me fokus kërcënimin global të Shtetit Islamik.
Por takimi i liderëve të vendeve më të industrializuara nuk është pritur mirë nga gjermanët, të cilët kanë ditë që protestojnë kundër tij. Të ardhur nga shumë qytete të Gjermanisë, ata u afruan shumë pranë hotelit ku mbahet takimi, me qëllim bojkotimin e samitit. Protestuesit mendojnë se krijimi i tregut të përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian do të ulë standardet e tyre të jetesës dhe do t'u jap shumë kompetenca kompanive dhe fabrikave për të parandaluar incidentet e mundshme. Autoritetet blinduan zonën përreth samitit, duke vënë në terren 17.000 oficer policie. Tani tek sporti me kolegun Glen Tafaj, si gjithmonë në studio numër 2. Po, Patrik, mirëmbrëma. Finalja e madhe e Ligës së Kampionëve ka pasur një vëmendje të gjerë në gjithë botën, por sigurisht edhe në Shqipëri ku nuk ka munguar as vëmendja e kryeministit pra Edi Rama, një tifoz Juventus i ka mbetur i zhgënjur nga rezultati përfundimtar, por nuk kanë munguar edhe batutat me deputetin e Partisë Socialiste Pandeli Majko. Për më tepër ndjekim kronikën. Një mini stadium në ambientet e kryeministrisë për finalen e madhe Barcelona-Juventus. Kryeministri Edi Rama e ndoqi ndeshjen në shoqërinë e Pandeli Majkos dhe kandidatit për Bashkinë e Tiranës Erion Veliajt, por edhe mes shumë të rinjve të cilët shijuan natën e madhe të futbollit evropian. Sërish ndeshja e futbollit. Normal. Po e shijon? Patjetër, po kam bandin afër që është me Barcelonën edhe ka sjell pak ters, më duket sot. Ju me ke jeni? Unë jam me Juventus. Si dukes? E vështirë shumë është, nuk është e pamundur, megjithatë besoj që ajo që është më e rëndësishme është që kemi fatin të shohim një futboll kaq të bukur. Ata janë papam, nuk diskutohet. Okej, e shikoj kohët e fundit gjithmonë jeni pranë sportit, në infrastrukturë, me ekipet, me ndeshje. Ja, sporti ka një magji që nuk e ka asgjë tjetër edhe mua më pëlqen shumë ajo shpreha e Nietzsches që thot njeriu është i lirë dhe është njeri vetëm kur luan. Okej, në i bas vogël sot ka pas? Në i bas përfitore me Pandin ke pas? Jo, nuk kemi vënë bas, po më duket ka sjell tersin këtu se me Barcelonën. Pandi e tërë? Si, se s'djova, se isha të bëmë. Ka artë tersi sot me Barcelonën këtu, thotë kryeministri? Jo, nuk ka artë tersi, ka artë mbarësia, po kur han gola kështu është, mos e di. Dhe mos është falur një penalti, ose këtë se thotë. Penalti nuk ishte penalti. Nuk mendoj për penalti. Nëse më tani. Pandi shef futboll vetëm kur është finalja dhe gjithmonë me më të fortin, e ka të gjithë. Kon tani, ky shefon shikon futboll vetëm. Si del ndeshja? Pyetje fundit. Si del ndeshja? Nuk e di, e vështirë është, për edhe s'është e pamundur. Rama ishte me Juventusin, kishte një tifoz Barcelonës tjetër e kishte ters ju? Unë jam me Barçën. Me Barçën? Prandaj e larguar? Po mbaj pak distancë shëndetshme. Kjo du pjesë e parë? Po Barça qartë azilozi më mirë. Edhe them që ajo që funksionon mirë për Barçën është se los në ekip. Kështu që Edi vërtet është me Juven, po drejton skuadrën e qeverisë si Barça, los në ekip. Si ke marrëdhëniet me Sporting kështu vetë? Kam bërë një pauzë pas isha student, se bëra operacion gjunjë. Tani jam 2 herë në javë los Calcedo. Tani për fushat e kemi lënë. Po kam ekip mirë, kam Blet Çuçi, Niko Peleshin, Benameta, kështu kam ekip shumë të mirë. Besoj gjitha njerëz këtu do të japin, do të ngasmojnë që të bësh më shumë ambiente për Tiranën. Në fakt, shumica e fëmijëve, gjëja e parë që thon kur ecën nëpër lagje thonë na duhet një ambient. Kemi identifikuar në Tiranë rreth 80 ambiente të vogla nëpër lagje që mund të kenë fusha sportive, edhe mezi pres që t'ja fillojnë punën. Okej, si del ndeshja sot? Besoj që fiton Barça 2-1. Nuk kanë fund në fakt skandalet që kanë të bëjnë me FIFA-n. Emitentja e njohur britanike BBC ka publikuar transaksionet të ardhurave që kalonin nga FIFA për të ikur zëvendës presidenti Jack Warner me qëllim për të bindur federatat e zonës së Karajibeve të votonin për Afrikën e Jugut si vend organizator i botërorit të vitit 2010 dhe në fakt ai botëror organizua pikërisht nga Afrika e Jugut. Pas skandalit që përfshiu FIFA-n, zbulohen çdo ditë më shumë detaje që i njollosin edhe më tepër imazhin e organit drejtues të futbollit botëror. Emitentja e njohur britanike BBC ka publikuar transaksionet e të ardhurave që kalonin nga institucioni qeverisës i futbollit për tek Jack Warner.
Ky i fundit ndodhet në krye të listës së të akuzuarve për korrupsion dhe pastrim parash. Mësohet se ish zëvendës presidentit të FIFA-s Warner janë dërguar plot $10 milion me qëllim për të bindur vendet e zonës së Karajibeve të votonin asoko Afrikën e Jugut si shtetin organizator për botrorin e vitit 2010, dhe në fakt ajo e drejt u fitua pikërisht nga vendi afrikan. Gjithashtu televizioni britanik bën të njohur se Warner një pjesë të parave i ka shfrytzuar për të shlyer borxhe personale, ndërsa po ashtu mësohet se janë kryer 3 transaksione të plota, i pari më 4 janar të vitit 2008, i dyti më 1 shkurt të po të njëjtit vit dhe i treti më 10 mars të 2008-s, për një total pra që kap shifrën e $10 milion. Këto financa kanë kaluar në llogarinë e Federatës së Amerikës Veriore dhe Qendrore, e cila kontrolloi plotësisht nga Warner. E më pas ky i fundit i ka shpërndarë në mënyrë të veçantë, ku secili zarf përmbante $40.000 me qëllim përfitimin e votës për Afrikën e Jugut. 72 vjeçari i pyetur nga hetuesit e FBI-s ka mohuar gjithçka për shpërdorimin e të ardhurave apo për shfrytëzimin e paligjshëm të financave. Ndërkohë që për Jack Warner mund të nisë edhe një tjetër procedim penal në adheun e tij Trinidad Tobago, një informacion që e konfirmoi vetë ministri i sportit i këtij vendi. Dita ditës po konfirmohen spekulimet se FIFA vitet e fundit ka qenë një organizatë e sëmurë nga korrupsioni i lartë.